folshin mas shumë të për hirë Zotit e të Kosovës. Vlau, Selmoni e ka po këto anë. Nashti mu pa të vetune, kur bosish. Këtu nuk o pajtu një gjak. Këtu jenë pajtu 3 familje. Erdhë vakti me ta falë gjakën, se kur e përdinet gjakën e ti, si as s'kalon djal, as s'kalon qik. Ma ka buaj daj e rrugov, daj e babgjyshit, një pash, daj, thash qështu është, edhe qështu ka me met. Anton Qeta, tha, ini të falenderum, thash, shoku Anton, vallahi për hirë që sej situatës ju kriju në Kosovë, se kurrë për dinet gjakin falë që kishim. Edhe mi të bu nesi vllazni, edhe e kemi falë gjakun në emën të rinisë Kosovës, në emën të perspektives, edhe me shue këtë plagë tronë, se në ka përcjell një jetë gjatë vllavrasjen. Jemi në fshatin Lombard, në Odën, ku në vitet e 90-ta, përkatësisht në vitin 1990, është bërë pajtimi i parë i gjakut. Pra këtu, në këtë Odë, familja Ukaj ja fali gjaksit gjakun. Iniciator dijen, duke përfshi Anton Qetën, Mark Krasniqin dhe të tjerët. Në këtë rrethim ekskluziv, do të dëgjoni se si arritën me e bin familjen Ukaj, si arritën gruan e të ndjerit ta bindin, nanën Hyrë, e cila nuk ishte as një mashkull dhe as një vajzë, sepse heret i kishte vdek burri, pra ja vran. Dhe në këtë rrethim do ta mësoni se si u bë pajtimi i parë i gjaqev, e që më pas arriti kulminacionin e pajtimeve të gjaqev tek verat e Lukës, e ku ky unitet arriti që ta themeloj ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e më pas dihet historia, u çlirua Kosova. Jo, mirë se keni ardhë. Unë jam Dervish Ukaj, Dervish Bajrami. Jam 72 vjeçar. Të mirat e të kësijat i dije, shka e vujtjet ato, ndërto konë migjen, në kanë vra, migja s'kalon thëmija s'kon, kalon shoqen, që ajo plak në ka rrit neve, nashtë e kem pas ma kollaj mi falë. Që që kujton ato biseda që ju thojshin, qka folshin ma shumë? Folshin mas shumë të për hirë Zotit e të Kosovës, të popullit Kosovës. Që shimi konë të okupume me popullit me Serbë të shka në kanë bo asi, edhe mas fortit të shkupe që asajone, Vlau, Selmoni e ka po këto anë. Nashti mu pa të vetune, kur bosish. Po, mas një kohë, kur ishisha si umledhen gjinja, e umledhen të verrat e Lukës, se kisha zbo për në më pëhep krejt pasunin e botës. E vlau e ka bo, e jënë ardhë shi Mark Krasniqi jënë ardhë, që atë ditë se kemi pas, se këtu nuk o pajtu një gjak. Këtu jenë pajtu 3 familje. Se familjen teme, migjen si në ka vra, ishë Ramosh Zëqiri, njëj mullukve e ka vra ata. Ta shkuj mullukve në për dit në veke, djallin e ka pas në burë kazin, e gjithalin, tal Brahimi veke, në thëjke, një mam një bre, falja një ju atina, aj ma falë mua. Po kush e kishat atë ranë? As, kur në kapen këmena Hyqimeti, Serb,
në rrej situata 99%. E atë ditë që janë ardhë këtu, ka pas zana si e kemë bo pajtimin, diku mas lufte e kanë kapi herë, jo, rinia Lumardhit, nuk pa ta dertë. Fshati Lumardhit, nuk pa ta dertë. E du qaq fort fshatin, sa vetë vetën. Qysh janë nisët me folë, me plakën, me grunë e Axhës, qka bisedu, qka i thatë me fillim, qysh ju priti? Mas pare kur jenë ardhe, i ka pa ato qika, ata djemë si jenë ardhe mas pare, jenë hina bërë, i ka bo Zos Selmoni, në hyrë hade, që tu në kanë ardhe musafir. Në rizeke e ka njëse para, Rameti pa shpirti e kanë pa vrata, aja kone para që ka folë me... Po, me plak të misë. Vladhi ka ranë shpinë shumë. Unë asë një fjallë bëse kom. Këto merita e këto i ka Selmoni. Aja ra u bon, edhe e ka falë gjakën e misë. Tha në në hyrë, sa që ta janë ardhë, për me në pajtue me gjaksin Sion Bey. Bele qak i kanë shku edhe letë në asaj plaks. Mirë se i ka pru Zoti. Boni thash ka doni. Unë e tha jam për me ja falë. Matë pare në fjallë që ta ka thonë. Cëllë të juve më s'mu më gjithë gjo. Në në hyrë. Atër ato qikat i kanë ranë shpinë, me gjithë unë shkurt me të kalëzu, nuk rrisha edhe bash, forë se qatë se ranë në vike, sa nuk e disha as vetë shka jem ka bëju silë sa në parabar, ato ja kanë njësë më polë, me në hyrë u ka thonë, pej meje, i lusë këta djemët, me veç mi bo mirë. Ashtë ardetu që ata janë njësën për mi rastin e shkive, shka për në bujnë e tek, tha na jemi arë për të mirë të poplit shqiptare, për hirë të Kosovës, aja tha unë, tha jam, mas pari ka thonë po. Tani janë se me folë me antarë tjerë familjes? S'kish pëngesa për antarë tjerë, se s'kish nona ish, në në hyrë edhe na të vllaznit. S'kem pas tjetër kënë. Vlau i dytë kënë i martum, na jemi kënë gati të pa martum më sapë. Atër jenë ardhë prap ata, Anton Qeta, Mark Krasniqi, njëherë baca Anton o konë baca Rezep. O konë kë Ramiz Kelmendi, jenë konë plët, bele që tu e kanë majtë atë ditë, si kemi pajtu e kë i deqanë, si masa ne e kumë lipë qatë raport, ajo konë i ozum, Salicaca, ajo konë i ozum mësë mi epë raportin heqë. Pej kuj nuk e dije. Qysh e kujton atë ditën kur u bë falja? E kujtoj... Qysh e organizut? E kujtoj për muë, për Selmonin o konë e mirë, për muë nuk o konë e mirë. Se një familje veç shkoj. Selmoni o konë i knaqën, e ka bë derdh me Bacan Recep. Këta jemi të bitëmiz në me vete. Ky në familje tonë është maj madhe. Bele qa ka ditë si ka shtri dorën e pajtimit, i ka thonë vlau, edhe më ka arë shumë njërë sa ajo është. Një më të para meje. Kur i ka thonë Bacan Recep, hajtë ti për para, unë e për mas. Si jemi ratë të gjithë pajtimit, për mi falë, mas pari në nësërë, ja kemi shtradorën grusë misë. Atër jemi Arnod që tu, o konë Selim Avdia, o konë Syll Palabar dhe Syll Arifi, një daj babës, edhe daj misë, edhe ashtu, të Zaki Bacan Recep, o konë Rustam Hasani, Halidema, Zymeri. Nëse unë me vlla Selmoni o konë, jenë konë vlaznit e Bacan Recep, Halil Muhammed e ata, do t'jem i kanë pas, po jenë konë ata të ri, vesë na që ta jemi konë që do. Sot nuk e zbëj,
për më mep, shka më mep. Cëllë kur i kum pa, masa në i më bo pishmon, kur i kum pa të vorrat e luks, edhe sa pajtimi gjatë që masa në i u vonë. Se nuk u konë, si kanë bëje honë për një pajtim. Këtu ju në konë tri familje jenë shëruë, pe qëtuit. 3 familje jenë pajtu në me vete. Për që ta ka marrë jehon qas të madhe. Që të kuma Bacarajep, o konë marrë krasni që Ramiz Kelmeni jenë quë, e ja ka e Bacarajep i pares, Selmoni i dyti, se vllave ka shti Bacarajep, mi 3 dorë në pajtim. Spari. Për hirë të moshës. Kur erdhe sapi tash marrë të pajtimi, situata si e prunit të pajtimi i gjaqeve, shka me bo, që kënë në hyrë, si po thot kë, ajo s'na ka për mu fare, boni shka të dëni, djallë s'ka pas, Si kjo. edhe qështë ja u mërë menja, nuk na ka deviju. Bi e këtyne luks e për është e mullizve. E mullizve, a i shkoj e vorrosën në atë kohë, që shë vorrosë, masanaj kurër të pajtimi i gjaqeve, të pajtimi i gjaqeve erdhen njerëzit përmendën që ta që janë edhe këtë të shënum. Kush ta tha ty mas pari? Kush tha po vjen koha me pajtu, a e bëjmë pajtimin e gjaqe, po na thonë? Po. Kush ta thonë mas pari? Më ka thonë Adem Graboci. Sa na jemi ardhë për hirë situatës. Shka u kryu në Kosovë, me ja u lyp kërkim faljen, edhe po, do ta bojmë ata, janë ardhë ta këto si janë ardhë, e kanë qelë lafin, unë isha qëtë e kungë është djali, vlau në kom pas babën e këti shqeqerit si është në Prishtinë tash. Kur jemi qu, mi shtëri dorën e pajtimit. E ja u kume dorën Basalile konë për para baba i shqeqerit, para meje. A i një zëmanë që në 35, jemi përshëndet me ta, jemi u tash jo duhet me shku edhe me i tregu gjaksit që ta kemi falë. A ka pas gjoma rënë, vallahi bashkë, kur në samë. Jem që une, jemi shku Selmoni, vlau i këti, unë i kom edhe dajt e babgjyshit, Trugovës janë aty, ata një pa Trugovës, po edhe baba jam një pa Shirugovës. Kur jemi qu, ja u kemi shtëri dorën e pajtimit. Ramushi nuk u konë gjallë. Qëre Avdi Ramushi, për hirë të situatës, erdhë vakti me ta falë gjakën, se kur e përdinet gjakën e ti, si as kalon djallë, as kalon qikë. Ma ka bua i daje i Rugovë, daje i babgjyshit, një pash, daj, thash qështu është, edhe qështu ka me metë. Që aty, ja u kemi e bëdorën në aty në ata neve, edhe është mbyllë këj proces. Për hirë të situatë, shka u bon, shka kemi hekat herë,
Se vallahi kurrë për dynet, falë se kishim. Baroni më konë kështu, konë ngullës. Vlau, me madhë se më konë, jo, duhet. Falënderimin e parë kanë pas Salicaca konë reporter. Antën Qeta tha ini të falenderum. Thash shoku Anton, vallahi hir për hir që sej situatës ju kriju në Kosovë, se kurrë për dynet gjakin falë se kishim. E me qëta e kemi këput. Nuk ka pishmon. Nisan kur ta qitish e ta folish, aty pishmon lak nuk ka. Unë jam Zhimruka i Lumardit. Vetë fjala Lumard është emën i lashtë, sa është i lashtë është edhe aq historik, dhe nga ky emën kanë mbiruar shumë frymëzime. Do të ra ky emën i pasër shqip dhe në gjithmonë njerëz i ka frymëzuar, i ka motivuar për lëvizje të ndryshme, si për pajtim, si për bashkim, si për çlirim, si për gjitha procesat që kanë ndodhur gjatë historisë. Një ndër këto, do thotë nga këtu fillon pajtimi i gjaqeve. Lirimi i burgosin politik, amnestia ndaj tyre për shkak të presioneve ndërkombëtare. Serbia dhe Jugoslavia, veçanti Serbia, do thotë mor ofenziv, sidomos ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Rënoi autonomien, i mbylli shkollat, filloi dhuna fizike, i përjashtu nga gjitha institucionet. Do thotë në atë kohë, rinia studentore, bashkërisht me profesor, do thotë u dashke me marrë një hap, me bon një revansh, për mi revanshue e me bashku këtë popull me majtë gjallë me frymen e optimizmit, edhe me majtë në kontroll me punu kundër Serbisë. Do thotë se asnjë proces tjetër nuk është mujtë më ardhë pa e bon këtë hap. Do thotë fillon pajtimi i gjaqeve. Për herë të parë që kanë ardhur këtu në Lumard, kanë ardhur aveshala në kry me studenta edhe kanë trokit në derën e Isa Lekës. Isa Leka, për mës me i këthyje, pa përgjegje, vetëm në hapë ka bon, ka jep 2 muj besë. Ne kemi pas disa nga tresa, disa gjaqe, edhe ka fillu procesi, edhe mrena fshatit, një ndër ato kanë trokit edhe në derën e Drevish Bajram Ukaj. E kanë përgatit terreni, është punu me familjen Ukaj disa ditë për më marrë dektenet e akti final për me marrë hapin e parë e më falë gjaki i parë në nivel Kosove. Kur është falë gjaku i familjes Ukaj në Lumard, para dita është bon një pajtim në fshatin Raushiq. Aty e bon pajtim, se aty kanë qenë konflikt 2 familje, vllaznin me zveti, po për 2 palëve ka pas viktima. Do thotë aty e ka të kuptimin e pajtimit. Do thotë se me bërqin konë të barabartë. Dhe pe aty, ku kanë kryer atë pajtim, komplet, student, nxënësa, profesor, krye me Mark Krasniqin, Ramiz Kelmendin, Haver Shalin, e tjerë, do thotë janë ardhur bashkarisht me gjithë familjarin që ka marrë hapin e parë që është pajtue, ajo është konë pas Dibuqulli. Dhe ka ardhur te familja Ukaj, ka ardhur te familja e Dervish Bajram Ukaj.
edhe mi të bu ne si vllazni, edhe e kemi fal gjakun në emën të rinisë Kosovës, në emën të perspektivës, edhe me shue këtë plagë tronë se në ka përcjell një jetë gjatë vllavrasjen. Dhe nga ky hap i parë që o bon në fshatin Lumardh, do thot kënohet edhe konga nga artisti Joni Mirnjor, Ilja Shaqiri, thot nga Lumardhi zëjsh të nisën mbrapin. Dhe nga ky start që u bon në Lumardh, do thot për një kohë shumë shkurt, 2-3 muajsh, do thot arrin kulmi dhe pajtohen rreth 1500 gjaqe anë e kënd Kosovës. Në atë kohë kom qenë moshën 27 vjeqare, 27 vjeqare, ishte shumë mallëngjyse, për shembull, ishte pikëlluese, ishte entuziazmi, ishte i madh. Sa ishte familjet që faqin për shembull të dëmshin shpirt, për shembull, se ishte kanë zero diçka ka shpirti. Po ato bonte për hir të Kosovës, për hir studenta, për hir të ardhmes tonë. Po më kujtohet, po Anton Qeta e marrë krahësim këta profesorë, sidomos Havershala për shembull, Havershala, o konë zarë mu ballafaqu me ta, me rrëvuzhu kërkesat e tyne, sa mirë dishin me thurë, arsyen, i artikulojshin kërkesën, do thotë s'ke shans për shembull, jo një gjak, po kush e di me pas familjen këtë zhduk nëse të shumët për shembull, ata tefrin kuraj edhe moral, edhe e shtrajshin dorën e pajtimit. Tonë ishte ajo fonja famshme e Anton Qetë për shembull, qof shfaqe bardh. Edhe familja juve u trashëgoi bazpresi me faqe të bardh, e ndërrut Kosovën, e ndërrut studentat, e ndërrut të ardhmen tonë. Peshojmë këtë plagë vjetër, këtë plagë të madhe që na ka lënë pushtuesi, nuk o kjo diçka jona. Do thot, plus asana, Anton Qeta i madh, ku pas rast disa gjaqe ku pajtoheshin për shembull ku i bëj këtë dy palë bashkë. Edhe tash ky që falke. E kish në këtë krah, edhe e kish palën tjetër në këtë krah. Dhe ishte e thonja atij e famshme, dhe që Filon Fisteki u bo burr ta fali gjakun. Për hir të Kosovës, për hir të rinisë, për hir të ardhmes. Po ja dhe edhe një fjalë. Ky ta ka fal gjakun, nëse ti rrin mirë. Se s'bën të tash mu lash druhe po të me respektue. Shtu që Lumardhi ka veçoritë e veta në gjitha periudat e historisë, gjithmonë ka lënë gjurmë, u ka për një proceseve, edhe konë motiv, edhe për të tjerët, se si duhet të dheu, edhe si duhet sakrifiku, edhe për ditët e sotme që ku e ndekë kemi ardhë në lejnë që kësojmë sot. Jeni ka shtëni kull, rafshit u ka gjinit njët për kulla edhe vise tjera shqiptare, po kryesisht në Kosovë rafshit u ka gjinit e ka epitetin, nështë për kulla. Jeni të një kull, çka simbolizon pak më shumë na tregon në Lumardh? Kjo kull o konë e ideume në vitet 90-ta. Me njëherë pas hapit parë që e morë Lumardhi për falën e gjakut. Do të është plan i ideum viteve 90-ta. Atë kem qujtë lapidar. Lapidar, edhe në atë kohë ne si fshat këtu, kjo kodra Lumardhit i ka dikon rreth 4 hektare gjysë sipërfaqe. Edhe këtu jënë të bugue, edhe gjithçka që është marrë një interes të kombëtar, për shembull, kjo kodër, gjithë brezat kanë një të kalume me këtë kodër. Do të ka shumë të kalume pozitive. Dhe në atë kohë i kemi liru 2 hektarë për qëtë objektin, për qëtë kullën e pajtimit ose lapidarin. Edhe është marrë vendimi për me u ndërtu. Po në ngjarjet që rrjedhen me dinamik, pushtimi i egër, dhuna rritej për ditë, do thotë nuk na japi kohë me ndërtu këto para lufte, edhe ngel ide mas lufte. Po çka është më e rëndësishme? 2010-ën unë e mora iniciativë me ndërtu këtë kull, që ishte ideuar në viteve të 90-ta. Dhe për këtë objekt, për këtë kull, jonë të në kull, jonë në këtë sipërfaqe, dhe çdo gjë këtu ka emrin e vet. Jonë të ngërthyme
mija vjetë histori, po fal arkitektit tonë Deqenes, Beqir Berisha, është një vërfrimtar edhe kom gjenerat, vërfrimtar i gjitha proceseve, edhe përpos profesionit që ka një arkitektur, është njës i mirë i kulturës, artit, në veçanti historisë të popullit shqiptar. Dhe do thot, aja ka ideue, e ka ujtë ide në vitet 90 dhe e ka plasue qatë ide në vitin 2010. Falë tina, do thot, është kjo kullë sot, edhe këtë atë projekt të ka bu falaz, edhe 2010-ën. Ka rastis më konë Rasim Selmoni kryetar. Dhe 2010-ën buxhetet i komunës së Zevanit ishte shumë i varfër, shumë i mangët. Dhe atëherë kërkesat ishin të mëdha. As kështë rrugë, as kështë shkolla, as kështë do të thotë buxheti shumë i varfër, po falë Zotit qëlloj Rasimi e kryetar, edhe Rasimin e kom bashkë vërfrimtar dhe bashkë moshatar, bashkë me Beshin, nuk kem pas nevojë me elabru shumë, me bo lutje shumë, edhe do të jashtë mundësive e ka aprovuar kërkesën tonë, edhe kem ndërtue këtë kull, e kemi mbërtu kulla pajtimit. Tash ku jemi të kulla pajtimit, du me ju shpjegu pak në pikat shkurta, dhe thot se çdo gjë që është e vendosur e ka emrin e vet. Tash ti jemi që kjo platoja e Rumbullakët. Çka simbolizon platoja e Rumbullakët? Platoja e Rumbullakët simbolizon, edhe ka domethënien, është sofra shqiptare. Dhe thot, kjo platoja e Rumbullakët e ka domethënien dhe simbolin e sofrës shqiptare. Dhe tash mana sofrës shqiptare, i kemi 12 sfera, prapë të Rumbullakëta. 12 sfera. Çka simbolizojnë 12 sfera? Ne e dim si në 30 shqiptare, në 30 shqiptare. Njihen 12 fiset. Dhe na historikisht gjithë kemi qenë të pushtuar. Dhe meritën që ekzistojmë na si popull me tradita, dhe merita është e fiseve. Dhe këtu do thot fiset gjithmonë në raste të rrezikit që janë të bue, kanë një sokër ngritje, janë dalë në mbrojtje, kanë luftuar për liri, kanë luftuar për pavarësi, do të gjitha periudha do të në mungesë shteteve ligjore, janë mbledh krent e fiseve, edhe i kanë dalë zot fateve këtij populli. Do thot to sferat simbolizojnë 12 fiset. Se cila sferë ka një fis, ka një fis. 12. Cila fisë Beresha i kemi nda kështu? Jo, nuk e kem da, po këto kuptohet, janë 12 fise, Berisha, Shale, Thaqet, e tjera do, janë 12 fise. Pas aty në 12 fiseve, do thot e kemi, përpos sferave këtu, e kemi edhe ato 3 frangjia atje në altë, se po duken. Që 3 frangjia si janë në altë? Po, 3 frangjia. Po, to 3 frangjat e kanë kuptimin edhe simbolizojnë 3 religionet fetare mëna shqiptare. Do thot, to e kanë domethënë vetë edhe historisë në vetë që ne shqiptarët jemi model për krejt botën, që kur në historinë shqiptare, edhe pse kanë ekzistojnë 3 besimet fetare, kur s'ka pas konflikt fetar, kur hiç janë bashkë. Janë bashkë, do thot. Shqiptaria është ajo e cila i mbulon gjitha, do thot. Gjithmonë kanë shku paralel edhe s'ka pas kur konflikt, do të simbolizojnë 3 komisionet ose 3 besimet fetare. Tash ti, tjetër, kulla. Kulla si kull. Ne dim si kulla gjithmonë, përpos që ka qenë objekt banimi për familje. Kullat kanë rolin historik në gjitha periudat. E luan rolin e kalas, e luan rolin e mikpritjes, e luan rolin e kuvendeve, gjitha kuvendet që janë majtë në për kulla, gjitha luftat që janë bëhe, do thot, rezistenca ma madhe është bëhe në për kulla, ku për fatin tonë, edhe në luftën e fondit të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, kullat kanë luajtur një rol dominant gjithmonë ku ke marrë pozicionin mëna kull dhe thot sigurinë e kemi më të madhe.
Edhe për këtë arsye në luftën e fundit armiki ka bo që mos me rënue kullat e gurit, jo që kanë qenë objektet kushtueshme për ata, po ka desh me na rënu historinë edhe të kaluamën tonë. Edhe mos më mujt jo, më ustreu ushtarët. Po, tashti. Tani, Ajo pjesa në... tashti, kemi këtu, që kjo kulla tani është pa qati, ose pa kullim. Do thot, kjo simbolizon luftën e fundit. Do thot si kullat kanë bo armiki, ka bo që mos me rënue, i ka djeg, po morët kanë bjetu. Dhe tash, ajo pjesa aty, ajo do të më konë me në gjyrë kuqe, ajo është lava e zjarit. Që është lava e zjarit, është e kështu, dhe thot, që e djeg kulmi të tyra lava këmenej. E simbolizon lavën e zjarit. Ajo qysha atja, po? Ja, kjo për mi gurë, që kjo, do është më konë me në gjyrë kuqe, kjo zjarë është ta. Që është rënu, të është djeg si lava e zjarit. Këtu, do të kjo simbolizon lavën e zjarit, zjarin e fundit. Po. Edhe, tani atje kemi dy dur të bashkume. Ajo mi kull. Mi kull, i kemi dy dur të bashkume. Do të thotë, çka simbolizon e? Do të thotë, të njën mija vjetë histori. Do të thotë, gjithmonë brezat tonë, do të thotë, luftat që në bënë, kanë pas një qëllim. Edhe dekten e të arrit, atë qëllim tjetër nuk ka. Pa bashkim kombëtar, nuk ka rati në trojë shqiptare. As në Ballkan, as në Europë. To duhet ta dim e duhet punojmë natë ditë. Do thotë, këtë luftë staf që në bënë, edhe ushtria shqiptare e Kosovës, o hinë luftë për bashkim kombëtar. Do thotë, na ka mjetë edhe bashkimi kombëtar, do thotë, çato dur e simbolizojnë qëllimin tonë që nuk kem qare pa punue edhe me arrit aty synimin tonë tek bashkimi kombëtar. Po, e ka një kuptim shumë të mirë, po duhet bashkuan, po edhe është edhe ajo thonjë pa i bashku kokat, s'bashkuan tokat. Po na duhet jemi optimizëm me humkur, po besoj që kokat, unë besoj që kokat janë konë bashkume para lufte dhe gjatë lufte. Mas lufte kanë qalue, po besoj që do të del dikush, del prap një gjeneratë një brez, si kam i bashku kokat, e kam i fladit kokat edhe kemi arrit qëllimit. Se s'ka rrugë tjetër. E kjo dera, ako... Dera ka hymja kullës. Hymja kullës, tu e kem vue... Që në konë për para hymja? Se në konë me qemere, në konë të fortifikume, aty ja kemi vu simbolin e sistemin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Njën për angazhim, jemi Mazëllxhanit, jemi fshati i parë që ka dalë haptazi me uniform si ushtrisë shqiptare të Kosovës. E kemi Avni Përgjegjen, që ka ra i pari, ka ra Nisniq. 22 vjeqara. Tonë e kemi Qelukaj, 32 vjeqare. E kemi Qelukaj, ka ra në moshën 18 vjeqare ka ra. Do të moshën më të mirën, një djallë sy pa trembun, e kemi Arsim Përgjegjaj, një ushtarë, si mund të me thonë lirisht, ka qenë si marinës amerikanë konë. Tonë ta jonë, o kemi Artën Lekaj, që edhe kjo për shemun. 15 vjeqare. Jo, po, qashtu, edhe këta do të janë djem, edhe gjeneratat që vinë edhe e vizitojnë këtë kullë, duhet marrë mu motivue edhe mi pa këta djem në çfarë moshe kanë shkue për këtë që e gëzojmë në sot. I ke njoftë krejt? Po që është që kom njoftë, nuk kom jetu me ta, nuk kom njoftë, po kom jetu me ta. Gjithë cili ka të veçërit e veta. Do thotë, po ndoshta, nëse i besojmë që ekziston diçka në univers, po përgatësim ta njerëz si jetë shkurtit me lënë diçka. Se cili ka lënë diçka? Gjithë cili ka lënë diçka përshtypje të mirë, ka lënë përshtypje dashuri, respekt, guxim. Që kjo pajtimi gjaçëv edhe unifikimi e me pas lufta çlirimtare. Po, kjo ka qenë hapi i parë. Të luftë kundër armikit. Ma në mirësi mërëna, po konë probleme hitë, që du me hitë në luftë hazmërinë në veti.
Dhe kjo ka përgadit, do thotë edhe ti shku në luftë, ti pas punë marmikës, ke pas levoj mërujt, se i ki dikuj bësh. Kjo akon para përgatitja, se njerëz e logjikës, profesorë, studentat, burgosën në politikë, e kanë analizu, se na nuk mund me hinë luftë me 1506 që bësh në vetë. Se armiki dëbërton me shërbimet ndryshme edhe mund me punë dhe këtene një blavrasja këtene dhe dhe të falë ty në pajtimit gjashë për shembull, kompaksia edhe atëherë gjithë populli u ka bashku shi situatë Kosovës edhe erdhem këtu ku erdhem me mundi, me sakrificë, po falë ty në procesët ma hershme, jemi sot këtu ku jemi.